Agent të Byros Kombëtare të Hetimit kanë mbritur mëngjesin e sotëm në dyert e institucionit të kadastrës Sarandës. Nga burime të besueshme është bërë me dije se objekti i operacionit në Sarandë kanë qenë dosjet pronësore me të cilat dyshohet se është abuzuar në shkelje të ligjit, të cilat janë sekuestruar për t'u hetuar. Nuk është mësuar se sa është numri dosjeve të vëna në sekuestro, ndërkohë që bëhet fjalë për disa dosje të cilat përmbajnë dokumente të rëndësishme të lidhura me pasuri dhe troje në zonën e Sarandës, të cilat dyshohet se janë përfituar në mënyrë të parregullt dhe në shkelje të ligjit. Mësohet se operacioni befasishëm përfshin një proces hetimor dhe më të gjerë. Dyshohet se në dosjet e sekuestruar gjenden shkelje ligjore në fushën e regjistrimit të pronave apo abuzime të mundshme me rregullsinë e dokumentacionit në institucionin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë. Organet ligjzbatuese janë angazhuar në verifikimin e dokumentacionit të vënë në sekuestro, mbi të cilat pritet të mësohet më tepër në ditët në vijim. Ndërhyrja në arkivin e hipotekës së Sarandës është e para pas emërimit në krye të saj të drejtuesit të ri Ilir Çibuku në fillim të shkurtit të këtij viti.